Imam Vehbi Ismaili, hoxha që ndërtoi institucionet islame shqiptare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Imam Vehbi Ismaili lindi me 25 nëntor të vitit 1919 në qytetin e Shkodrës. Shkollimin fillor e kreu në Shkodër dhe në Krujë, ndërsa të mesmen Medresen e Lartë në Tiranë. Studimet e larta i vazhdoi në Universitetin e Azherit në Kairo të Egjiptit, ku u diplomua në vitin 1945 në Fakultetin e Teologjisë. Në vitin 1949, pas një ftese nga komuniteti shqiptar, ajo vendos në Detroit të SHBA, ku mori rolin e imamit dhe udhëheqësit fetar. Po atë vit nisi organizimin e jetës fetare dhe arsimore të shqiptarëve, duke hapur klasa për mësimin e fesë dhe gjuhës shqipe, si dhe duke themeluar revistën Jeta Myslimane Shqiptare. Kontributi i tij kulmoi me themelimin e Qendrës Islame Shqiptare, e cila u hap zyrtarisht me 6 sheshor të vitit 1951, duke u bërë institucioni i parë i këtij lloji për shqiptarët në SHBA. Më vonë, në vitin 1963, ajo udhëhoqi ndërtimin e një objekti të ri më të madh për këtë qendër. Përveç shërbimit fetar, Imam Vehbi Ismaili dha kontribut të madh në publicistikë dhe letërsi, duke shkruar dhe përkthyer dhjetra vepra fetare kulturore, si dhe duke u bërë ndër pionerët e prezantimit të letërsisë shqipe në gjuhën arabe. Pas dekadash në mërgim, ai vizitoi Shqipërinë në vitin 1988, pas 49 vitesh, ndërsa në vitin 1991 u rikthye sërish për të kontribuar në ringritjen e jetës fetare pas rënies së komunizmit. Imam Vehbi Ismaili mbetet një figurë e rëndësishme në historinë e diasporës shqiptare, duke lënë gjurmë të thella në organizimin fetar, kulturor dhe arsimor të shqiptarëve në Amerikë.